Mirë se erdhët të dashur tashi në letrat rrëfej. Jam Diana, do bëj tizimin e juaj të radhës. E kam ndarë në 2 pjesë, radha parë është vetëm për ekonomi, karrierë, punë, miqënie, çfarëdo që dëshironi që ka të bëjë me sigurinë ekonomike, dhe radha e dytë është për dashuri, por edhe ajo e ndarë me ata që janë bashkë, beqarët dhe ata që duan një ribashkim të dashur. Dashi, letimi juaj flet për një betejë mes asaj që duket nga jashtë dhe asaj që po ndodh brenda teje. Sepse nga jashtë shumë njerëz të shohin të fortë, të vendosur dhe të sigurt. Shpesh ai person që të tjerët mendojnë se nuk trembët nga asgjë dhe se gjithmonë di çfarë po bën. Por këto letra tregojnë se kohët e fundit ke mbajtur më shumë peshë mbi supe se sa e kanë kuptuar të tjerët. Ka pasur vendime që të kanë lodhur, ka pasur situata që të kanë mbajtur zgjuar natën, ka pasur momente kur ke qenë e fortë për të gjithë, por askush nuk ka pyetur nëse edhe ti kishe nevojë për diçka apo për dikë. Megjithatë, ky shtrirje nuk flet për humbje, absolutisht, flet për rikthim të kontrollit. Puna dhe paratë, ekonomia, karriera, mbretëresha e shkopive. Fillojmë me këtë leximin e juaj, është energjia e vetbesimit, e karizmës të dashur dashi, e njeriu që hyn në një dhomë dhe njerëzit e vënë re pa pasur nevojë të bëjë zhurmë. Duket sikur shumë dash po hyn në një periudhë ku do të tërheqin më shumë vëmendje në punë, në projekte apo kërkojnë ndjesë në biznes. Njerëzit fillojnë të shohin më qartë aftësitë e juaja dhe sinqerisht ka ardhur koha. Se shpesh keni bërë shumë më shumë se sa ju është njohur. Kjo letër tregon se po afrohet një periudhë ku zëri juaj ka më shumë peshë. Por nën të shpatës del pas asaj ambicie që tregon anën që njerëzit nuk e shohin. Ankthjen, mbi mendimet, lodhjen mendore. Mund të ketë pasur net kur keni menduar, po sikur të mos dal, po sikur të gaboj, po sikur të humbas atë që kam ndërtuar. Por kjo letër ka një zakon interesant. Ai i bën problemet të duken më të mëdha në mendje se sa janë në realitet. Nuk po them që nuk ka sfida, por po them që mendja juaj po e lodh më shumë se sa situata vet. Kjo është e egzageruar dashi. 2 të shpatës. Dhe këtu del arsyeja pse jeni kaq të lodhur, sepse po përpiqeni të merrni një vendim. 2 shpatat flet për një udhkryq. Mund të jetë një vendim pune, një projekt, një ndryshim, ose një zgjidhje që po e shtyni prej kohësh. Problemi është se sa më gjatë e shtyn, aq më shumë energji do të marr. Kjo letër thot, mos prit derisa të jesh 100% i sigurt, sepse në jetë rrallë ndodh. Asnjëherë nuk jemi 100% të sigurt në gjëra. Në përgjithësi, puna dhe ekonomia duken mirë, por kërkojnë një vendim që nuk mund të shtyhet përfundimisht, të dashur Demi. Më falni, të dashur Dashi. Filloj me dashurinë që është mbreti i shpatës. Për ata që janë në lidhje del mbreti i shpatave. Kjo është energji pjekurie, por edhe ftohtësie. Jo mungesë dashurie, mos keq kuptohemi, por situata ku logjika ka marrë më shumë vend se sa emocionet. Duket sikur disa çifte po flasin më shumë për përgjegjësi sa për ndjenja, më shumë për detyrime se sa për afërsi. Dhe kjo letër ju kujton se një lidhje nuk mbahet vetëm me logjik. Sepse askush nuk është dashuruar në ndonjë nga tabelat Excel apo jo. Duhet pak më shumë butësi, dashi, pak më shumë afrim, pak më shumë zemër. Duhet. Apo këtu po kërkohet që të mund të ndryshoni gjërat.
Strength, që është forca. Për beqarët, dhe kjo është një letër shumë e bukur, tregon se po hyni në një periudhë ku po fitoni më shumë kontroll mbi emocionet tuaja. Nuk përkërkoni më dikë vetëm sepse nuk doni të jeni vetëm, por kërkoni dikë që ja vlen, dhe ky është ndryshimi i madh. Forca shpesh sjell njerëz që tërhiqen nga energjia juaj, e qetë dhe e sigurt, jo nga dramat, jo nga lojrat, por nga autenticiteti. Kjo është një energji shumë më e shëndetshme për fillime të reja. 5 të kupës për ata që mendojnë për ribashkim. Kjo është ndoshta letra më emocionale gjithë shtrirjes. Tregon se ende ekziston zhgënjimi, një keqardhje, një ndjenjë se diçka mund të kishte qenë ndryshe. Por kjo letër ka gjithmonë 2 kupa që qëndrojnë ende në këmbë. Kjo do të thotë se historia nuk duhet parë vetëm nga ajo që humbi, duhet parë edhe nga ajo që mbeti. Për disa prej jush kjo mund të tregojë mundësi për komunikim në të ardhmen. Për të tjerët mund të tregojë nevojën për të pranuar atë që ndodhi dhe për të vazhduar përpara. Por në të 2 rastet mesazhi është i njëjtë. Mos jetoni vetëm duke parë atë që u derdh, që humbi. Shikoni dhe atë që ende ekziston. Të dashur dashi, kjo shtrije flet për një person që po duket i fortë nga jashtë, por që brenda vetes mban më shumë se sa duhet. Në punë dhe ekonomi po afrohen të një momenti ku duhet të merrni një vendim të rëndësishëm. Mbretëresha e shkupive ju kujton sa vleni. 9 të shpatas ju kujton të mos besoni çdo frikë që kalon në mendjen e juaj. 2 të shpatas ju kërkon të zgjidhni rrugën dhe të ecni. Në dashuri energjia është e pjekur, është më e pjekur të them. Mbreti i shpatave kërkon komunikim më të ngrohtë. Forca sjell vetbesim. 5 kupat kërkon shërim. Mos lejoni që frika e gabimit t'ju mbaj peng. Ka momente në jetë kur vendimi i gabuar është më i mirë se sa mosmarrja e asnjë vendimi. Ju jeni shumë më të fortë, dhe këtë e thon dhe letra, dhe po ju them unë që një shumë dash, se sa ju duket sot. Ecni përpara, rruga do të bëhet shumë më e qartë, sapo të filloni të lëvizni, të dashur dashi.